Kush janë shqiptarët, kush është e vërteta për Shqipërinë? Neve shpeshherë jemi mësuar me dogmat, me mitet, të cilat i mësojmë që në shkollë. Por në fakt, historia e çdo kombi, jo vetëm e shqiptarëve, është pak më ndryshe. Unë jam dakord me ato që mësojmë në shkollë, sepse neve duhet të formojmë atë stofin kombëtar, boshtin kombëtar, por nga njerë duhet të shohim edhe përtej asaj perdes. Dhe për të folur për këtë kam zgjedhur për të debatuar, jo për të intervistuar, një historian kontrovers, të cilin shpesh herë sa herë marrë në emisione, po jo vetëm unë, e sulmojnë, e anatemojnë, por nuk është keq ta dëgjojmë dhe të debatojmë me të, sepse debati kërkon edhe të jesh një çik i përgatitur për ta kundërshtuar, nuk mjafton nacionalizmi, nuk mjaftojnë mitet, duhet edhe konteksti, duhet edhe krahasimi me vende të tjera. Dhe unë sot kam të ftuar zotin Olsi Yazagji. Olsi, mirëmbrëma. Mirëmbrëma dhe merhaba për ata që nuk duan otomanisë si puna ime që të shfaqet në ekranin tuaj. I përshëndetan gjuhën tonë osmane, merhaba. Okej, Enea, çoja pak zërin. Shiko, unë në fakt nuk jam alergjik fort ndaj qytetërimit otoman, bile nuk jam fare. Neil Ferguson, një ndër historiani më i kotuar sot për momentin, i cili ka shkruar dhe biografin me autorizim të Kissinger, po ka shkruar dhe një libër të mrekullueshëm, Imperium, ku bën fjalë për shtrijen e perandorisë otomane, e quan civilizimin otoman një ndër 6 civilizimet e rëndësishme që ka pasur bota. Kështu që është ignorancë që ta cilësosh një prapambetje e të tjera si jemi mësuar t'i veshim neve qytetërinë, por nuk dua të zgjatem në këtë, mund të bëjmë debat një herë tjetër kur të duash për sa i përket kësaj teme. Për rëndësinë, për të mirën dhe të këqijat që pati ai pushtim, pse dua të them diçka, t'ju tregoj diçka shikuesve tanë që Skënderbeu vërtet bëri një luftë të lavdishme dhe ishte një gur themeli në identitetin tonë kombëtar, për formimin, në një kohë në fakt që kombet nuk ekzistonin, e krijuan më vonë rilindasit tanë, por nuk është se ne u bëm ndonjë pengesë e madhe për që otomanët të zbarkonin në Europë, në Itali. Otomanët zbarkuan në Otranto dhe ndërtën një vit aty. Madje ekspeditat e tyre kanë shkuar deri në Venecia, ku ende ekziston një lagje turqish në Venecia, dhe ka qenë një dokumentar shumë i bukur, Turqi tan i Rai Unos, ku këta e kishin ruajtur çuditërisht për 500 vjet identitetin. Në Otranto madjet otomanët, se ne ngatrojmë me turqit, bën një masakër ku vran 800 veta që nuk pranuan të ndronin fen nga katolik në musliman, dhe ata për kishën katolike janë martirët e Otrantos. Pra, nuk është se ne u bëm ndonjë pengesë e madhe. Thjesht otomanët donin të kapnin zemrën e Europës, nuk ju interesonte jugu italisë. Nuk e dia jam i sakt, zoti Yazagji. Je i sakt edhe do të shtoj edhe këtë gjë që Skënderbeu është një person kot në historinë osmane, por nacionalizmi shqiptar kur u formsua në kohën e rilindjes, po sidomos pas luftës parë botërore, në një kohë kur britanikët dhe francezët shkatruan osmanët dhe ishte një urrëtie masive kundër myslimanëve në Evropë, rilindja dhe ata që bën shtetin shqiptar pas konferencës së paqes kishin nevojë për të gjetur një mit, një hero, apo sikur Ernest Gellneri, historiani i famshëm i nacionalizmit, i quan një cub lokal apo një bandit, të cilin do ta kthenin më pas në një hero të madh kombëtar. Gjithsesi ky banditi ka bërë disa betejë që kanë thyer goxha otomanë, nuk e di, thuhet që 2 sultan kanë ardhur këtu dhe nuk e kapën dot këtë banditin. Beteja ka bërë ai, po muhabeti që në kohën kur ai ka ekzistuar, nuk ka patur shqiptar, se shqiptarët nuk janë ata arbërorët mesjetar. Shqiptarët në 500 vite perandorie osmane janë miksje popujsh dhe racash
le të marrim kryeministrin Rama, që një degë familjes së tij vjen nga vllehët e Voskopojës, një vjen nga Sarajevo, domethënë shqiptarët janë një çorë. Jaxhaxhi, e kam të qartë kontroversinë tënde për sa i përket kësaj. Padyshim që të gjithë kombet janë përzierje, kalimesh, racash, vetë Italia nuk janë pasardhës romake, por ke një problem të madh që duhet ta shpjegosh, sepse janë ca ishuj të paprekur nga zhvillimi 500 vjeçar, siç janë arbresht e Italisë, që ngjasojnë shumë me ne, me Toskët sidomos, dhe një pjesë atyre që janë në Venedik ngjasojnë me gegët, në gjuhë, në doke, në zakone, në tipare. Vërtet perandoria otomane kaloi tek neve në ulësirë, patjetër që ka pasur një përzierje racash, është normale, por zonat malore kanë mbetur të paprekura sepse otomanëve nuk ju duheshin gjë, boll të paguaje taksën dhe për ta ishën rregull. Po jo kaq nihilist, të lutem, jo kaq nihilist. Zonat malore po, por ajo Shqipëria e qytetruar, qytetet, Força, Kanina, Berati, Elbasani, Tirana, u miksën me lloj-lloj njerëzish. Patjetër. Dhe për shembull domethënë le të shohim toponominë e Shqipërisë. Tiranë vjen nga persishtja, Kashar vjen nga persishtja, Yzberisht vjen nga persishtja, Elbasan vjen nga otomanishtja. Domethënë pastaj le të shohim se çfarë ndodhte në jugun e Shqipërisë. Deri kur u krijua Shqipëria, kemi patur grupe etnike, vlahe, bulgare, greke, të cilat teti shqiptar i buldozoi dhe i shqiptarizoi me pahir, sigurisht shqiptarizoi edhe familja e Edi Ramës ndër tjera. Patjetër, siç greqizuan, më fal. Gjysma e Greqisë sot është vllahe, kështu që nuk ka ndonjë çudi që shtetet nacionale tentuan në homogenizimin e këtyre. Sikurse dhe Greqinë e bën arvanitët që ishin shqipfolës, të cilët u asimiluan me dëshirë dhe u bën felen. Okej, nuk të pëlqen ta thuash ishin shqiptar. Se shiko, më ka bërë përshtypje nacionalizmi, ti antinacionalist, është i çuditshëm. Për shembull, njëri i quante grekët shqiptar, po që flasin greqisht. Tani se ka filluar edhe kjo, Ukraina si t'i quajnë rusofon. Unë nuk e di se si mund të jetë njëri mund të jetë rusofon, por nuk është rus, ose shqipfolës, por nuk është shqiptar, pa pasur gjuhë tjetër. Kur kam bërë doktoratën në Firenze, në Instituto Universitario Europeo, Olsi, me qenë se e ke bërë në Firenze dhe unë ti e di shumë mirë që ashtu siç ne kemi toponime perse ose otomane, italianët vetë kanë toponime gjermanike që nga Lombardia, që vjen nga Longobardët, për mos vazhduan më tutje, ose shumë toponime arabe në jug. Po kjo nuk e pengon formimin e një kombi, Po kombet formohen, po. Muhabeti është që kombet janë si puna e groshës, e fasules. Që kur e bën fasulen, do futesh groshën, do futesh qepën, do futesh domaten, do futesh mishin, do t'i zjesh edhe del fasulja. Domethënë, kombet janë trazim dhe gatim i shumë grupeve etnike, fetare në disa raste, dhe njerëzve me kultura nga më të ndryshmet. Dhe domethënë, teza ime është, domethënë, shqiptarët janë një popull që u krijuan në shekullin e 20, sikur janë edhe ukrainasit, që i krijuan, domethënë, çfarë ishte Ukraina përpara luftës së parë botërore? Ishte Poloni. Më fal, ishte pjesë e perandorisë ruse, pastaj u nda. Po, kjo nuk ka asnjë çudi. Rumunët vetë janë të tillë, grekët vetë. Bile po të them edhe një kuriozitet, ADN-ja e grekëve është 100% turke. 100%. Dhe kjo nga studime italiane, nga studime serioze. Çka tregon që grekërit vetë, si kom, janë pinjoll të otomanëve. Që janë boshti i Turqisë së sotme. Edhe vetë turqit, identitetin e tyre janë produkti shekullit e 20 me ata turku, nëse ata nuk e quajnë vetën otoman. Ideja që ka kombe të pastra është një prallë me mbret. Domethënë, një nga familjet më të rëndësishme në Greqinë moderne, Karamanlisët, janë turqë ortodoks që erdhën nga vilajeti Karamanit, kur ndodhen shkëmbimet e popullatave.
E njëjta gjë ndodh sot në Turqi. Të shohësh figurat kryesore, nuk janë turq. Erdogani është gjeorgjan. Davutogluja ishte tatar nga Krimea. Kenan Evreni ishte shqiptar. Mustafa Qemali ishte ndoshta Thor Besh i Manastirit.